Jemi në Sunny Hill ku atmosfera dhe organizimi është dhejt, por ajo që më tërhoqi vëmendjen ishin dhe veshjet unike të pjesëmarrësve në këtë festival. Përmes këtij materiali ne do t'ju tregojmë edhe juve disa nga veshjet interesante. Ç'kemi fillimisht si po kalonin Sunny Hill? Shumë bukur, shumë festival i mirë, e ka ndrejt shumë mirë. Shumë mirë, vende shumë mirë, edhe artista shumë nice. Mirë, bën edhe më mirë. Era por shumë fort, ekstrem, shumë mirë. A jeni kështu një art krejt shoqëni bashkë? Po. Okej, po besojmë këto që edhe outfitave shumë pi u kushtoj rëndësi. Sa ju ka marrë juve kohë me bo një outfit? Që ky mazgat. Ton ka 5 minuta, veç ky ka bo magat. Pse? Nuk desha vallon, pa plan një marrë. Okej. Do me thonë, a ju pëlqejnë outfitat këto që shpo veshin qika, djam? Shumë bukur. Japin shumë zor. Për një me apo thu mira kaq? Mirë boll për ta, po s'është as më rëndësi, kisha thonë. Okej, do me thonë ti je ma shumë ardhë mu knaq, chill. Vojbi, me kalu mirë. A ju doke që ma mirë po veshin qika ta djam? Qika. Qika ta. Djemë që japin zor. Djemë s'pëqyri. Okej, po për cili këngëtar keni ardhë pak ma shumë apo veç kështu për qi? SD Kid. Valloj, s'pëdi. Për DJ-a ma shumë jena, ma shumë. Se për këngëtor pak do ma të vjetër që e në kun, nuk o që është diçka ma që ka ndikujmë në nditë sotit, për DJ-a është pak ma interesant, po na doke. Edhe për fond, pasi që është edhe tema për outfit, a për i nishë dhe në dhejtë, sa ma kështë t'jep një numër për outfit? Qek, ta tjetë. Se qash? Opinioni jam, s'om të rehek që shumë se di. Okej. 9. Sti, 6 edhe one. A i vetë për të hapim. Faleminderit shumë djam. Kalon shumë, faleminderit. Shumë bukur po duke është fillimisht, sa të ka marrë kohë me gjetë outfitet? Outfitin e kom zgjedh para një jave, e kom zgjedh për 3 ditë, edhe besoj që po dukna shumë mirë, faleminderit. Shumë bukur po duke është, po çka po mendon për Sunny Hill? Shohim që edhe shumë pikushojnë rëndësi edhe outfitave. Qa mendon që po duket veshja e qikave, djemve? Tepër bukur, janë shumë ekstravagante edhe bashkë për festival, edhe festivali është shumë mirë, sipas planit, tepër bukur. Okej, po apo pëlqej ma shumë qikat a djemë që janë vesh, cili ka kushtu pak ma shumë rëndësi? Qikat si gjithë, qikat janë të dukë tepër bukura, tepër, ka pe kthej kryt tepër bukur vajzat. Pasi që na të outfitit, prej nishit dhe në 10, cilin numër ma kësha pun për outfit, vëtë sinqer? 10 jetë u dukë, ëll jetë u dukë. Faleminderit. Qika fillimisht si po kalonin Sunny Hill? Valloj, shumë mirë, super koha na ka marrë, shumë mirë artistat për na kënojnë, valloj, për kur gjë, shumë mirë e kemi kalu. Cilin artist kjo artë pak ma shumë për me po? Dhurata Dorën. Numër 1 Dhurata Dorën, shumë qëta artistat shqiptar, shumë për kënojnë mirë, super. Okej, po a e shjove performancën e dhuratës që shtu dok? Shumë mirë ka kënu prom. Jemi knaq, kejt grupa jonë, valloj. Ju jeni motra, më the, apo gjitha? Jat jemi motra, jemi deqanit, jemi ardhë prej Suedia, edhe jenë ardhë me shiju këtë event. Ma shumë ju pëlqen Deqania, Suedia? Deqani, numër 1 është. Tiga Deqanit jemi, do më thonë tonë, numër 1. Po, do ashta me ju pyte dhe për outfit, si për doken këtë vetë veshjet e vajzave djemve? Valloj, shumë po veshen mirë, po mdoket vetja thjesht këtë zemë vesh. Po shumë mirë po veshen, si qika si djemë, valloj. Po ju me sa ko ju ka marrë outfitit? Hitë shumë kopë, unë për një gjysore jem vesh, se jam pa kompleks. Pa kompleksim. Po ju me sa ju ka marrë ko, se shumë bukur po doke? Jo, shumë ko, nështë një satë gati, një satë. Po ju me? Eve mu, një satë nështë. Okej. Po qka me ndoni, a ja vlen me shpenzu pare për outfitat Sunny Hill, se e dim që dikush edhe pagun ka gja kostot madhe për veshje? A ja vlen? Valloj, unë jem e thjesht, jem njeri thjesht, për mu ma përpara marrë diçka që ka më shpi, thëmë drejt, edhe kombinoj diçka, jam marrë në shta motres, ose momit, ose shoqes, ose nejsen, edhe del gati njejt, mirë del. Po ju a me ndoni që duhe me argju pare për outfit, për veshje? Po mund nështë po edhe mund mu gjetë diçka në shpi, nuk e nevojt të nëherë. Edhe për fond, se kemi edhe kështu pyetje ma shumë për outfita, prej nishit dhe në 10, cili numër po me epni mu për outfit, edhe qka me ndoni që duna me ndru diçka? Për tyra? Perfekto, 10. Vish mashallah prek në humen. A pi pëlqejnë outfitet që pi veshin njerëzit nësë? Po, shumë outfitet mira, sidomos vajzat, fenomenale. Gjithashtu, vajzat,
Outfitin më të mirin vegan. Djem së që po ka një farë outfit, ja vetëm vajzat këndrojnë stilin komplet. Po juve, sa ju ka marrë kohë për outfit? 5 minuta, 10, 1 orë, 1 javë? 10 minuta max, Neve djemve 5 sekonda, ma shumë jo. Se na se që kena, vete. Me to nuk keni harxhu në outfit para? Jo. Është një 50 euro, ma shumë jo. Çka mendoni që për vajzat ose djemë që pa harxojnë në shumë të mëdha për outfit, a mendoni që ja vlen për Sunny Hill ajo? Po tash në varet këtë prej shijës personit, dikush ka qef për shembull të marrë më shumë, dikush jo, këtë shija. Varet për shijës, do me shpenzu ma shumë, donë. S'donë, na vetën problem tjetër. Po jo për kanë një ardhë ma shumë për këngëtar, a veç për shoqni mu mbledha, e keni... Po për shoqni ke marrë ma shumë, shoqni, për DJ, për këto. Po marrë për shoqni dhe për Adam Portin, po marrë. Mas shumë dhe për Adam Portin. Pas jena të outfitet, e kena një pyetje për fond, prej nishit dhe në 10, çfarë numri për me apni për outfitet dhe qa mendoni që kam nevoj me ndru diçka? 11, ty po taja me ndru kur gjë. 11, bol mirë ko kështë vesh, s'ki nevoj kur që me ndru. Edhe ka mërmoni shumë mirë këtë ka duhet. Shumë, edhe kë. Shumë për juve djemë. Faleminderit. Si po kalon Sunny Hill këtë vetë? Është hera e dytë që po vi. Kjo është do me thonë viti i dytë edhe ti për mi. Qa më rënë si është outfiti, te për cool, te për mirë, sa kohë ka marrë për mu përgatit për outfit? Po konë te për ashtë moment fundit. A ki shpenzu pare në outfit? Jo. Ka të mbet ato robat... Okej, përshka që ki shumë shije, kështu që dashta me të pytë për outfit amin prej nishit dhe në dhejtë, sa për vlerësan edhe qka me ndonë që duna me ndru diqka. Sinqert, kallë. Dhejtë. Okej, thank you, shumë. Shumë mirë, jena në Sunny Hill Festival, edhe është një vibe shumë të mirë, edhe shumë mirë po me po të një shansë marrë këtë, me nejtë. Po jo, si po kalani? Shumë bukur, o knaqëm. Edhe një mirë. Dashta mi u pytë si po ju duke në outfitet këtë vetë të... Mu po më duke që janë shumë veçantë edhe shumë ide të forta, edhe janë njerëz me që janë bukur edhe dinë qa me vesh, edhe është tamam për festival. I kanë gjetë outfita tamam për festival, po pak do qika për shembull shumë qeltë ka njëherë po më duket, kështu që festivali është po ka limit. Edhe njëtë me këtem, po kanë stilin të qysh s'ketë s'kone të regu stilin e tyne personal. Po, a mendoni që ja vlerë me harxhu pare për outfita për Sunny Hill, se dim që shumica edhe po harxhojnë ka gja shumë? Unë mendoj që po, se ky festivali ndodh një herë në jetë, edhe është një mundësi më kënaqe me ndodh diçka mirë. E kështu pse ja vlen kështu me bona isën të mirë, me vesh isën të mirë edhe unë mendoj që po. Unë mendoj se po, se për shembull mund të më bë fat kujtime të mira. E çështë. Edhe me që mundet mu harxhu, po jo me të pru shumë shamas që ma mirë kësha pas qef këtë me harxhu pare sa në përtekshë. Pyetja është që shpju doke në outfitat në Sunny Hill, apo të pëlqejnë? Po, shumë, ka shumë kreativitet edhe shumë mirë janë vesh krejt. Po, a pju pëlqejnë ma shumë vajzat, a djemë që shpo veshën? Mu për veti vajzat, pse janë ma kreative edhe veshin sene që janë ma për festivale. Djemë veshin shumë mica basic edhe varet për njeri dhe njeri, po ma shumë vajza veshin ma mirë. Edhe unë që shto menoj. Edhe njëjtë besoj që vojzat ma veshin ma kanë edhe zgjedhje ma shumë se sa që djemë, se djemë si ma klasik, të qështë si me thonë, e vojzat kanë ma shumë kreativitet. Po ju sa ko ju ka marrë outfitja, i kushtoj një rëndësi outfiti për këto 3 deta keni harxhu, sa ju ka vy ko për mu përgati? Mu për veti na i 2, 3, 4 deta më ka vyt për afet, ka kushtu edhe shumë, po kua ma shumë ka kushtu. Okej. Edhe mu që ashtu, se në kanë shumë shtrejt, po kështu i kam edhe do tishat përgjeshme që i përdori edhe në festival, që shkojnë edhe për festival. Unë më shumë i kom përdor që ato që i kom pas ma comfortable me vesh, që mos me mujt me nejt, që më mujt me nejt ma gatë. Unë e djej unë vesh ma mirë, se djej munu edhe unë ma comfortable mu vesh, se ju m'gjollë edhe pidjeshe që kena nejt shumë ko. Po cili këngëtar ju pëlqen mas shumë të që keni ardhë në Sunny Hill për ta? Mu për veti dhurata dora, shumë më ka pëlqy, edhe Katy Perry mrekulli o kanë. Edhe mu dhurata. Mu Katy Perry dhe dhurata dora. Mu Katy Perry edhe As Diket. Po tash e kena për fond një pyetje, prej nishit dhe në 10, çfarë notë të m'apni për outfit edhe çka mendoni që duna me ndryshu diçka, amo sinqert. A da bëj një rrotullim? Okej. Unë ta japi një tishe,
Unë qa mendoj që kishë mujtë me bë ndryshe, është me qitë pantollat për mi boots. Edhe nashta dashurce, se është nxehtë, edhe është kua verës. Është shumë mira fiti, shumë. Edhe unë qashtu doshta me thonë ashta shurca pak dhe i qiton ashta, kështu që janë pak gjona, i kishtë dhe pak ma mirë. Nuk shëtë shumë po pëlqen, po edhe me... Po ngjyrat shumë i rëgën përshtot, po ma shumë veçaja, po. Unë e 100, taja. Faleminderit, shumë jeni shumë të mirë, faleminderit. Kënaqur e, faleminderit. Sa po të pëlqen outfitat që pe veshën në Sunny Hill? Po më pëlqejnë krejt outfitat, po më duket sigur me pas konkurrencë, se cili ma mirë se tjetri, shumë atmosfera e mirë. Ma shumë qikat a djemt po veshën ma mirë? Ma shumë qikat, normal. Okej. Po qa mendon për këto paret që po ja gjojnë për outfita, mendon që ja vlen ajo për Sunny Hill? Nuk e di so kanë shpenzu tjertë, unë e kom shpenzu diçka pak, se qaq kom qef, diqysh kom qef na i sen shumë. Okej, po sa kohët ka marrë outfiti, se besoj që shumë cool po dokesh, që ki përshtat si ka ardhë ideja? Outfiti, sti, veç hajt, se kom po kërkën as kur gjë veç vetë, që kom dasht një vesha dhe m'ka dollë mirë, po Ja m'doket. ki shpenzu shumë për këtë outfit ajo? Jo, shumë pak. Kravata s'është e emja, është e bovit. Okej, E nice. që ata, që që mirë është. Po tash për fund e kena një pyetje, pasi që edhe po folim për outfita, prej 1 deri në 10, cilën numër ma kshef mu për outfit dhe çka mendon që kisha mujt me ndryshu diçka? Ty ta kshef numrin 10. Okej, me ndryshu na i Me ndryshu diçka, nashta shtiklat, se s'më në shmec, Okej. e ki problem, Vërtet. se pak këtu me s'pështë mirë, gung apo ko. Okej, E faleminderit ti mu shumë. so më kshef? Drejt. Shumë faleminderit, shumë faleminderit.